Nestor Topençarov është një qëndrestar ndaj diktaturës dhe një guximtar i kohëve që po jetojmë. Aktin e qëndresës e ndërmori në një moshë delikate dhe në rrethana po aq delikate. I kishin arrestuar baban në verën e 1976, kur ai ishte student në prag të diplomimit. Ja kishin prerë në mes ëndrrën për të diplomuar. Nga auditoret në Tiranë do të përfundonte në një fshat duke punuar në bujqësi dhe jo shumë kohë pas të atit do të arrestonin edhe atë vetë. Gjatë gjithë kohës e kishin ndjekur dhe përgjuar, e kishin nxitur që t'i dilte kundër të atit kur ai ishte në proces hetimi, por Nestori kishte qëndruar i palëkundur në moralin e tij. Në fund e kishin arrestuar edhe atë vetë, duke e përfshirë në një hetuesi të vështirë me presione gjithfarshe dhe e tortura. Por ai sërish kishte bërë qëndres dhe me dinjitet do të përballonte edhe gjyqin dhe dënimin me burg. Dhe sot, pasi ka marrë dhe studiuar në detaje gjithë dosjet e sigurimit që lidheshin me familjen e tij, del para kameras dhe dëshmon si rrallë kusht tjetër për të çuar në fund misionin e fundit që i ka vënë vetes në këtë jetë, për të dëshmuar të vërtetën. Nestori ishte në prag të diplomimit në verën e 1976, kur ja behu stuhia në familjen e tij. Arrestimi i babait, Kostës, do të kishte pasoja të rënda në jetën e tij, të motrës Ivana dhe mamas Marika. Nestori kishte bërë të pamundurën për të marrë vesh diçka rreth fatit të atit, por pa rezultat. Asnjëri në familje nuk mund ta imagjinonte presionin dhe torturat që Kosta po kalonte në hetuesi, por jo i vogël ishte presioni edhe në familje. Po ashtu, edhe pasojat e kësaj ngjarje, kontrollet e vazhdueshme, thirrjet në degën e brendshme, kryesisht të Marikës, presionet psikologjike dhe provokimet e shumta, do t'i linin vendin edhe një akti që do t'ja përmbyste plotësisht jetën e Nestorit. Atij do t'ja hiqnin të drejtën e studimit në universitet, edhe pse ishte në prag të diplomimit. Në jetën e Nestorit, gjithçka do të rrithte në një drejtim që ai nuk e kishte menduar kurrë. Shkova në fakultet, fillova dash provimet, megjithse ishte një në situacioni, domethënë të mendonje në atë periudhë që të studionje o të përsëritje gjërat ishte e pamundur, po vetëm në sajt asaj që isha student i rregullt që studionte gjatë gjithë vitit, i mora të gjitha ato provimet që hyra e maksimumin e vlerësimit. Vetëm në provimin e parafundit kur hyra, më thot profesori, thot Nestor, thot të kërkojnë sekretari. Para apo mbas provimit, i thash? Përpara, thot. E kuptova që situacioni ishte i qartë. Nga fakulteti, sekretari fakulteti më dërgoi në sekretarinë e rektoratit, ku aty më shpjegohet që më ishte prerë drejt e studimit, rreth ta jep, rreth ta heq, më thanë. Në periudhën e provimeve më erdhi motra dhe duke më thënë që Nestor vazhdimisht po na bin kontrolle dhe gjithmonë edhe më shumë kontrollet ishin më të forta. Asaj kishin filluar, po prishin edhe mure, kishin bile, e çkallmuar gjithë drasat e dyshemesë, e çmontuar që të gjitha mobilje, e çarë divanët. Domethënë një diçka që ishte e pa imagjinueshme. Shkoj në shtëpi, kur arri me valixhen në dorë, që më pa mamaja, më përqafon e më thotë, s'ka gjë birë, thotë, do ta kalojmë edhe këtë. Të nesme shkova në shefi i udhësisë, këtë radhë më priti në zyrën e tij, dhe e filloi bisedën kështu. Ne kemi miq edhe armiq. Nuk i trajtojmë njësoj fëmijët e miqve me fëmijët e armiqve. Tani ti je student i mirë dhe për ty nuk ka problem. Mund të shkosh edhe më pas të japësh provimet, edhe ne mund të japim këtë të drejtë. Veç se, tha, duhet të mendohesh, nuk ta kërkoj tani, dhe të vish të na thuash, të na tregosh për babanë edhe për të tjerët. Ika nga jo zyrë, kaluan ditë, kaluan javë, edhe muaj dhe unë nuk i vajta me ati personi. Rezistuam
si familje dhe për këtë jam krye lartë dhe përballuam çdo gjë pa ngatruar asnjë person në këtë histori. Pasi ëndra për të diplomuar ishte përerdhunisht në verën e 1976-s, Nestori po përpiqej t'i vinte shpatullat familjes për të dalë nga humnera ku regjimi po e shtynte me shpejtësi. Gjendja ekonomike në familje po rëndohej dhe në lagje refuzonin vazhdimisht për t'i dhënë një punë. Vetëm pas 10 përpjekjesh i kishin dhënë të drejtën të punonte në një ndërmarrje bujqësore në Dvoran. Dvoran ishte një ndërmarrje bujqësore, atje ishte edhe pemtore. Kështu që unë për disa muaj punova në këtë ndërmarrje, bile edhe atje në dokumentet që kam parë, kam që kanë survejuar, më ndruan më hoqën nga një zonë për të më dhënë në një vend tjetër, atje ku kishin mundësi të më kontrollonin dhe më shumë. Si të shihet edhe në dokumentet e publikuara në 2 vëllimet e përgatitura nga Nestori, e gjithë vera e 1976-s e deri në mesin e tetorit të po atij viti, familja Topençarov, Marika dhe 2 fëmijët e saj, ishin survejuar në çdo hap që hidhnin dhe për ta raportohej në zyrat e degës së brendshme çdo fjalë që bashkëpunëtorët vilnin prej tyre. Kjo atmosferë e rëndë vihet re edhe në këtë raport që bashkëpunëtorja Drita ja jep punëtorit operativ Dilaver Topçiu. Në datën 24/6/1976, burimi ishte në shtëpinë e Marika Topençarovit. Gjatë bisedës më tha se neve po vuajmë, na muar në qafë, duke ofenduar e mallkuar, mos bëfshim prokopi, mos i gjet të moti që vjen. Por këto punë ne i kanë bërë këta të lagjes. Burrin ma futën në burg, djalin ma hoqën nga shkolla dhe ma dërguan me punë në fermë punëtor. Djali më bëri kaq vjet shkollë dhe tani e hoqën dhe ma dërguan punëtor në fermë dhe qante. Kurse e bia Ivana i thoshte, mos qaj, si t'ka porositur Nestori, që të mos qash. Në vazhdim të bisedës, Marika më pyeti se a dija gjë kur më arrestuan burrin. Burimi u përgjigj se nuk di një asgjë dhe ku dihet puna e burrave. Marika tha se unë dija çdo gjë për Kostën. Ai pa më pyetur mua nuk bënte asgjë. Mua të më thërrasin në deg dhe t'ju a them të gjitha. Ai për mua ardhi këtu dhe po vuan. Ku është për të ardhur këtu? E mora me qaf dhe po më vuan këtu sa u fut në burg. Kërkuam të ikim, por nuk na lan, duke folur me fjalë ofenduese dhe mallkonte. Po të kishim ikur në Jugosllavi, do të kishim shpëtuar. 2 ditë pas këtij raporti, më 26 qershor 1976, merret vendimi që Nestor Topençarov të kalonte në përpunim aktiv 2A. Kjo do të thoshte se për Nestorin ishin bërë gati prangat për të arrestuar, gjë që do të ndodhte vërtet pak muaj më vonë, më 17 tetor 1976. Ishte ditë e shtunë, i kërkova lej brigadierit për të mos vajtur ditën e dielë. Meqense ateljeja që kishte ndërtuar shtëpinë tonë, u tmeruan nga kontrollet edhe nga të gjitha ato që çka po ndodhin, të tmeruan rimbyllën ato punime, gjysmë të mbaruar, gjysmë të mbaruar dhe na mbetën mjaft gjëra të pabera. Kështu që kisha filluar unë diçka të punonja. Ishte një mur që po sullatonja i brendshëm dhe i kërkoha lej brigadierit për të dielë për të mos vajtur në punë. Po siç dihet në bujqësi në kohët e fushatave organizojnë jo vetëm punëtorët që janë detyruar të vejnë, po organizojnë edhe nxënësit e shkollave, pensionistët, për mbledhjen e mollëve. Atë ditë që kishte programuar të merrej me shtëpinë, që njerëzit e sigurimit e kishin shkallmuar deri edhe muret gjatë kontrolleve të shpeshta, Nestori as që kishte menduar se do të ishte dita që do ta çonte prapa hekurave. Ishte ditë e dielë, data 17 dhe atë natë kishte rënë një shi shumë i madh. Dhe dollën me atë kamionin me altoparlant që në rrugë që lajmëronte për njerëzit që aksioni ishte anulluar, meqense ishte pamundur kushtet për të punuar në atë. Kur në orën 6 bie zilja e portës, çojmë unë me njerë, po u çua dhe mamaja ishte në dhomën tjetër me motrën. Edhe më thotë mua Nestori rriti, i thotë se ke punuar vonë deri në atë, po shkoj ta hapun portën. Kur rohet atje ishte gazi degës edhe shoferi, i cili thotë bëu aty, thotë se duhet të vish në degë.
Ata sigurisht kishin marrë planin duke menduar që do ta shoqëronin mamanë. Dhe kur mamaja dolli me motorën, ai kur I pa, tha, jo, tha, duhet të vi djali, tha, jo juve. Ky ishte sinjali I parë që do të çonte më tej edhe në arrestimin e vet Nestorit. Ai e kujton me detaje çdo gjë që ndodhi atë natë dhe në vijim. Kur I pa në gas që përshëndeta shoferin, ai me një përgjigje kështu të ftohtë hip më thotë. E ka që ishte. Kur bëri gazi një 30-40 metra, nuk e di se si ktheva kokën dhe njerë për të parë nga mbrapa nga jo xhami që ishte shtëpinë. Kur shikoj persona të sigurimit nga rrugicat që dilnin edhe nga këto strete e shtëpive dhe I drejtoheshin shtëpisë time. Atëherë e mora vesh që do të beshe një kontroll tjetër dhe që mua nuk më deshin për kempë. Kur arritëm që dollën në bulevard, se shtëpia ime është 150 metra për të dalë në bulevardi kryesor aty ku është ushtari pa njajtur, ndalë ngre dorën operativi I qytetit Dilaver Topçiu, më falni. Ai që për vjete kishte punuar për të na bërë varrin familjes tonë. Mbasi jepi në vendin aty afër shoferit, duke biseduar për kohën e keqe, kur arritëm në kinema Morava për të marrë rrugën poshtë në drejtim të degës, gjoja si rastësisht ktheu kokën mrapa, edhe me një buzëqeshje kështu më përshëndeti. Shkruaj në kujtimet e mia që tani që mora vesh të vërtetën, më mirë do të kisha preferuar sjelljen e ftohtë të shoferit të gazit, sesa këtë buzëqeshje hipokrite të këtij operativi. Kur arritën në portë e degës, shoferi donte të më shoqëronte, po Dilaveri thotë jo, I thotë do ta shoqëroj unë. Xha ishte çdo gjë e përgatitur. Nestori nuk e dinte që ndaj tij ishte lëshuar urdhër arresti. Atë natë, sapo të futej në ambientet e hetuesisë, do të kuptonte se ditët e lirisë kishin marrë fund. E priste një sfidë e vështirë dhe duhej të dilte I pastër prej saj. Kur shkova që hymë në ato pallacinat, në kryet pallacinës atje të mezit, më priste Iraki Koçallari, I cili me një fytyrë të vrentur, pasi e përshëndeta, më tha, hajde. E ndoqa në për korridoret edhe hymë në një dhomë. Ajo dhoma ishte një dhomë që kishte një krevat, kishte një garderop, një tavolinë, 2 karrige. Sigurisht do të ishte dhoma ku ai flinte. Mendova se ishte I vrentur ajo se si duket që ishte I detyruar që ja kisha prishur gjumin unë që të ngrihesh në atë orar dhe prandaj edhe sillçem në këtë mënyrë. Yri direkt në temë. Tha, na folë tha. S'kam që të flasi thash unë. Për baban ju kam thënë, të tjerë nuk di se kush janë. Jo, tha, do na flasësh për veten tënde. Për veten time nuk kam absolutisht asnjë gjë I thash. Atëre ai më thotë do të fut në burg. Në atë moment, ashtu siç thash më parë, nuk më bëri përshtypje kjo fjalë. Mbase po të mos kishte ndodhur arrestimi I babait ajo natë që ju tregova më parë, ku nuk kisha mbyllur sy, nuk e di se si do ta kisha pritur. Por në atë moment për mua isha indiferent çfarëdo gjë që të më theshte. Bile edhe po të më theshte do të vras në këtë moment, nuk do të më bënte përshtypje. Ngriti telefonin, lajmëroi policin që ishte I shërbimit. Erdhi më vuri ekurat, më tha bëj duart gati për të vënë ekurat. Ja zgjata përpara, jo mrapa tha. I ktheva duke I mbyllur nga brenda këto pulset. Jo tha do t'i xhirosh në anën tjetër. Edhe ashtu mi futi ato ekurat, më shoqërovi mbasi do me thënë Irakliu më ordërovi do me ndiqja ripin e mezit, çfarë kisha do një diçka tjetër, liset e këpucëve, dhe kaluam në për disa korridore, zbritëm disa shkallë që unë në atë moment nuk u po kuptonja, nuk po menja vesh se ku po shkonim. Si dëshmi të asaj nate, Nestori sjell në librin e tij, Historia e një familje, këtë proces verbal të kontrollit të tij personal.
Proces verbal i kontrollit personal Korç më 17/10/1976. Unë, Irakli Koçollari, hetues i Drejtorisë së Punëve të Brendshme Korç, në prezencën e Kozma Thanos, bëra kontrollin personal të arrestuarit Nestor Topençarov. Nga kontrolli u gjetën këto sende: një orë e markës Unver me numër 31260, një rrip me shini me togës metalike 10 qindarka. Proces verbali u lexua, u mbyll me numrin 3 dhe u nënshkrua. I kontrolluari Nestor Topençarov, hetuesi Irakli Koçollari, asistoi Kozma Thano. Ishte duke gdhir kur e çua në qelinë e izolimit. Nestori e përshkrua nimtësisht këtë lëvizje dhe ambientin ku po e dërgonin. Në atë qeli ku po e vendosnin, do të thureshin shumë intriga rreth tij dhe ai vetë do të përjetonte shumë presione. U hapën disa porta me kangjëlla që ishin, edhe hym në një korridor të brendshëm, që ishte rrethuar tërë me porta. Aty ishte një polic që ishte ulur në një karige, polici i shërbimit i brendshëm. Më drejtoi në një birusë, aty shikoj një palopinga prej lëkure kau, lope, çfarë mund të ishin, dhe më thot ai që këpucët dhe më futi brenda. Në atë ambient, po syt nuk më ambientoheshin. Ai ambienti ishte një ambient i errët. Në mbi portë kishte një kamare të vogël, i rrethuar me një rrjet teli dhe me ekura, në cilën ditë natë rinte një dritë e zbetë për të ndriçuar sado pak. Përballë me këtë ishte meqense birusa ishte në një ambient rreth 34 në tokë, në pjesën e sipër me afër tavanit kishte këtë dritare, e cila dhe ajo me rjeta dhe me ekura, më pas përfundonte me një llamarin, në mënyrë që të ditë mos kishe kontakt të shikonja oborrin e brendshëm të degës. Nga ajo gjysmë errësirë u ngrit një person që nuk po e shjuanja se çfarë isha, se unë nga një dritë e fortë që po vinja, duheshe sa të mësoheshin syt. Kur më pas dal nga dalë, fillova të shikonja, ishte një djalë më i madh se mua, rreth 30-tave, me kokën e qethur zero, me sa rroba që i rinin ngushtë në trup, dhe që mu prezantua. Nuk dua të zgjatem shumë në këtë histori. Në ato ditë e para, mua më kanë marrë në mënyrë intensive, nga 2 herë bile dhe nga 3 herë në ditë, gjatë ditës dhe gjatë natës, duke më kërcënuar, duke edhe më rafur, edhe më goditur në vende të ndaluara nga shefi i USIS. Dhe duke insistuar, do me thënë, në ato kërkesat absurde të tyre. Bile në një asistim që ishte edhe prokurorja që merrte pjesën e TUSI, Flora Alili, Reshat Leska, që ishte shefi i USIS, duke biseduar me të, lark e hodhi fjalën në 80 lekëshi. 80 lekëshi në atë kohë ishte vlera një plumbi. Dhe ajo që ai gja kishte programuar për mua. Ishte kjo, po ishin edhe shumë të tjera violenca psikologjike e fizike që duheshe të suportonja në ato momente. Personi që kishin futur në birusë e kishin sjell nga Spaçi. Me qëllim që të zbulonte me provokime ose nga sinqeriteti im atë veprimtari se çfarë kishin bërë në lidhje me agjenturën, se ajo ishte problemi tyre kryesor, por dhe monedat e arrit që kërkonin, duke menduar që këto moneda ishin gjithmonë pagesa që paguheshin agjentët, dhe të kërkonin veç që të babanën të implikonja, po edhe personat e tjerë. Mbasi u mundua për një periudhë disa javore shefi i TUSIS-së, më mori në dorë Irakli Koçollari. E TUSit e tij beshin natën. Mjaft erë nga goja e tij vinte erë alkool.
mbasi aty afër atë ka qenë turizmi vjetër dhe ata vinin në anin andej. Bile kur vinte më merte, në atë kohë dhe ai polici shërbimit që ishte, jo i brendshmi që ishte dhe ai i burgosur si puna jonë, nuk ishte. Atëre vinte dhe më merte vetë, edhe më çonte dhe më kthente. Si një pikë të veçantë gjatë hetuesisë së tij, Nestori përmend ditën kur e kishin përballur me një letër që kishin gjetur gjatë kontrollit në shtëpi, përmes të cilës hetuesit kërkonin që të implikonin edhe profesorin Vasfi Samini. Dua të theksoj respektin më të madh dhe atë vlerën që ka pasur fakulteti i jonë gjatë periudhës që kam studiuar unë. Ndërmjet gjithë profesorëve që kanë qenë njerëz shumë të zotë, po dhe njerëz me karakter, ka qenë edhe një profesor i jashtëm që në atë kohë ishte në pension që quheshe Vasfi Samimi. Dhe ai vinte për të kontribuar, për të ndihmuar brezin e ri me dashurinë për blegtorinë. Këta e kishin në plan për të arrestuar këtë njeri, domethënë të njohur, këtë person që kishte bërë shumë për blegtorinë shqiptare, që së bashku me doktor Bilal Golemin kishin punuar për vite në atë qendrën e zoteknisë. Dhe ata kishin kapur në kontrollet që kishin bërë në shtëpi një letër të korrespondencës që kisha pasur me doktor Vasfinë, se gjatë periudhës së verës ai vinte për pushime në qytetin e Pogradesit. Dhe më kishte ftuar që të vinja që ta takoja. Më kërkovi se çfarë lidhje kisha me të, edhe se çfarë u ndinja të flisnja. Dhe unë 2 fjalë i thash Koçallarit. I thash unë, si munden një ju të më akuzoni për një pedagog të cilët juve i keni dhënë të drejtën për të dhënë mësime, për të studiuar brezin e ri. Nestori thot se kjo pyetje nuk kishte lënë shteg për ta çuar më tej këtë pretendim, por provokimet dhe kurthet do të vijonin gjatë në drejtime të tjera. Madje do të tentonin që ta nxisnin dhe ta detyronin Nestorin që t'i dilte kundër edhe të atit. Ajo që nuk harroj është era e fundit që më mori Koçallari. Bile ishte ajo erë që ai insistoi që të më nxirrte kundër babait. Më tha, dëgjoj tha, ti e ri tha ke jetën përpara. Babai tënd e ka bërë jetën, është plak. Kështu që futja. Mendoni, domethënë, të bëj një propozim, kur i thoni indecent që thonë ata italianët, të pandershëm. Një propozim që të dilni kundër babait. Dhe i thash, po ti nuk pëmpej gjithë këtë periudhë që më ke marrë që unë ndaj askujt nuk përziva në këto gjëra që juve kërkoni, që nuk ekzistojnë. Jo ndaj babait që më ka bërë kokën. Më kanë mbetur 3 shprehjet e tia. Unë kur fillova të shkruaj një librin, mbi kujtimet e mia, mjaft gjëra filluan duke shkruar të më rikujtoheshin. Po këto 3 shprehje të tia më kanë ndjekur për gjithë jetën. Më ka thënë, ti je një armik i betuar i këtij populli dhe shteti që nga fjeflokut dhe deri dek thoi këmbës. Ke për të hequr zvarë për të gjithë jetën. Dhe dije, sado që të dënohesh tani, ti nuk e përdal nga burgu, mbasi do të ridënojmë prapë. Unë nuk arrita kuptoj egërsinë e këtij njeriu. Më dha ky situacioni krijuar më bëri që të njoh disa etusa, të njoh punonjës të tjerë të sigurimit, të shoh edhe policët e kampit, po egërsinë e këtij njeriu e përshkruaj them, nuk e di se çfarë shprehje, si ta shpjegoj shprehjen që më i mori fytyra dhe ngjyrën veçanërisht të tia. Po edhe babanë them t'ja kisha vrarë dhe nuk do të sillesh në një mënyrë të tillë.
i dilin nga shpirti kjo e keqe madhe e këtij personi. Më këtë person unë nuk e pashë. Bilet duhet të kalonin pikërisht që nga 76 të vinte e viti 2022, do me thënë, i thonë mbas 46 vjetësh, në mos gaboj, që ta shikojnë një program televiziv në të cilin ishte ftuar, ka qenë në fundit tetorit të vitit 2022, i ftuar në televizionin Klan, ku të fliste mbi atë se si sigurimi kishte punuar në atë periudhë. Dhe në këtë person vorare që ai idetë e tia nuk i ka të ndryshuara. Jo vetëm kaq, por ai justifikon edhe të gjitha këto krime që janë kryer nga diktatura me dorën e tyre. Hetuesia e Nestor Topençarov do të vijonte deri në mars të vitit 1977. E kishin akuzuar për gjithë fare akuzash, deri edhe për një plan për të eliminuar Enver Hoxhën. Por, asnjë akuzë nuk do të qëndronte në këmbë përveç agitacionit e propagandës, të cilat ishin grumbulluar gjatë përgjimit të bisedave dhe denoncimeve të bashkëpunëtorëve të sigurimit. Të akuzoje dikë për agitacion e propagandë dhe ta vërtetoje këtë në gjyq që krejt e letë për hetuesitë e diktaturës dhe Nestor Topençarov me këtë akuzë mbi shpinë do të merrte dënimin me 7 vjet burg dhe do të niste një tjetër rrugëtim të vështirë në burgun e Spaçit.